Mirë më ngjesim nga Krusha ditë nëntore, dhe më thani një ditë pas festës 28 nëntorit. Shi ka ra rregullisht. Këtu jam me që marrë komarën, që janë duke i lor lokrat, tash arro dhe kadria ndim. Kadri s'pate koha edhe për kafe. A kini përësitën, a? A qa që ka ra çmimi i lakrës me 7-8 centa? Përësitën është koko. Koko, do të bërë shumë bre. Me thonë si vjetë, po shesin ka 100 kg, 150, me ka 20 cent, mirë po çmimi me shumicë. Që malë 8 cent kimi ja qua sa? 8 cent? A, bac. Se bac. Moti ftoft është. Inshallah nuk mbet. Si vjetë që ngëllbo matë mëdhaja që s'pushiten? Aj, bërë, ko miqë, bërë. Boc. Po ju për një orë për mbushkët plot mëre? Po në torë për forë si në Zvicër. Lakna madhe çmimi jo. Sa orë i ki pas ko marë se vjetë? 1 orë, 35 orë. A, ti ishin shqitë si në 2023-ën. Një traktor kur për matë në peshore, sa pu vjen? Ka një lisin për para. 2000. 2000, ha? Ashtë na vina dhe diasporës në fund vit. A ki ble drunë ku marë minë zemëre? Drunë. Sa ta lypin drunë ku të vinë? Diaspora një mështë. A? Diasporën, veç me mytë krejt. I kemi mjel. Për shdo gjo kanë dhone po japin. Shaban bre. Ma shaban. Na i këtë krejt. E kini lonë veç kadrien edhe se malin. A kanë mujt me lavru mëra se shi ka pas shumë? Jo, a? Edhe gruna ka pa mjaft shumë. Kom liruj, kom po gati, ala si kom mjaft. Kom boj mytë që t'jafë që dhije me mjaft. Ajde, inshallah më banë koha e. Pasi mbushet traktori i par, i dyti prejt në radhë. Që sjeli pak pamja dhe të fushave me fshati lartë. A prej pëndrimje pa vjena beri, top me top na vjene sheqiri. Ja, të sjellëm pak pamja të fshatit, të cilën e kemi stolisër, ku që zi, pasi dje e kishëm edhe festën e 28 nëntorit. Kjo pun është bë, falë fondit fshatit. I kem ble flamujt edhe i kem vendos
vendosur edhe pse ka shumë vende tjera me vendos. Më dhimbten më shumë me argju. Sot një grupi nxënësve dhe mësimdhënësve kanë shkuar në Prekaz për me bë nderime.